Për ditën e punëtorëve, një xhiro në plazhin e vogël të Ulqinit tregoi se ky qytet bregdetar është tashmë një destinacion i preferuar nga shumë turistë. Plazhi ishte i mbushur me vizitorë, ku veçanërisht bie në sy turist besnik nga Kosova, të cilët çdo vit e zgjedhin Ulqinin për të kaluar këtë festë. Por këtë vit krahas atyre kishte edhe shumë turistë nga Shqipëria, Serbia dhe Bosnia, që po shijonin atmosferën e ngrohtë dhe peizazhin e shkëlqyer që ky vend ofron. Ulqini po tërheq gjithnjë me shumë vizitorë, si ato rajonal ashtu edhe ato ndërkombëtar, duke bërë këtë vend një pikë atraktive për të kaluar pushimet dhe festat. Siç mund ta shihni, Ulqini ditën e sotme ka marrë një pamje tjetër, se na kujton kjo pamje edhe verën. Ne me një xhiro që e bëm në plazhin e vogël, pam që Ulqini është mbushur me turistë të shumtë. Tani do shkojmë të marrim vesh nga ku i kemi këta turistë dhe për sa do të qëndrojnë në Ulqin. Si po ju duket Ulqini? Ulqini gjithë mirë. Po, si po kaloni këtë festë këtu? Mirë, talve sa kemi ardhur dje dhe të shohim që po bëhet. Sa do qëndroni? 3-4 ditë dhe shkojmë. Po, si po kaloni edhe ju? Çfarë për shtypje ju lën Ulqini? Pa koment. Besh plus. Po, si ju duket Ulqini në këtë festë të 1 majit? Shumë i bukur. Është kthyer një verë e vogël? Shumë e vogël, po e mirë. E kojshme. Keni ardhur për 1 maj në Ulqin, pse pikërisht ky destinacion? Sepse janë shqiptarë. Po për sa ditë do qëndroni? Jemi me autobus turista dhe ikim sot. Ditore, po. Është hera parë që jeni në Ulqin? Ka shumë herë. Po e frekuentoni Ulqinin edhe verës? Po edhe verës, po. Pavarësisht se kemi plazhin ton, po prapë vinë edhe. Sa ditë do qëndroni? Vetëm sot. Po si ju duket Ulqini? Shumë bukur. Shumë bukur. Po shumë bukur. Për sa ditë do qëndroni? Sot vetëm sot. Është hera parë që jeni këtu? Po herë parë. Po çfarë përshtypje të la? Shumë bukur, shumë. Ne jemi një grup nga Kavaja. Kemi ardhur me bën një ekskursion këtu në Ulqin. Po. Na pëlqeu shumë Kalaja, pjesa Kalas na pëlqeu jashtëmase. Bëm një xhiro me ato, çfarë thoni, anijet ato u kënaqëm. Shumë bukur ishte. Ishte hera parë? Hera parë. Si herë e parë, çfarë përshtypje ju la? Shumë përshtypje të mira. Shumë përshtypje të mira. Po ndonjë vend tjetër përpos plazhit të vogël keni vizituar? Jo, do kthehem, do ikim mrapsht tani. Do ikim do shkojmë në Shkodër. Lepo vreme, dosta ljudi, atmosfera lepa. Lepo smo dočekani. Jel prvi put i... Nije prvi put, nije. Iz Novog Pazara, iz Sandžaka. Po si ju duket ky 1 maj festimet sot këtu? Po nuk e kam sefte në atë kontekst që jam për 1 maj këtu, sepse unë jam pothuajse gjysmë das. Kur i kam pas 7 vite, kam filluar me ardhur hera e parë. Më dhënë ka 57 vite që jam këtu. Po çfarë ndjenje të jep Ulqini sa herë që kthehesh? Shtëpia ime e dytë është. Po dita sot më si po ju duket, se neve në latë për shtypje na thua se erdhi vera. Po shiqo, tash nëse bëjmë një krahasim me të Bregdetit me atë Malor ku jemi në Kosovë, atëherë vërtet që erdhi vera. Po sepse atje dihet klima si është, më e ftoftë dhe më e egër pak, mirë po është një krahasim i madh klima këtu nga Kosova. Po nga cili vend pikërisht i Kosovës jeni? Prishtinë. Prishtinë kam lindë edhe aty jetoj. Mirë shumë. Ju pëlqen Ulqini? Po gjithë. Ishte hera parë që jeni, besoj se jo. Jo, ma çfarë. Po për festën e 1 majit? Për festën e 1 majit shumë i na ka në trans shumë. Po na tregoni çfarë përshtypje ju le, cila herë ishte juaja në Ulqin edhe nga vini? Po gjithë na, çdo verë parë 3-4 herë 5 herë këtu nuk ndodh. Po na tregoni për ditën e sotme duke e krahasuar edhe me Kosovë, si nga klima, si nga gjitha. Ulqini ka ato, e ka detin, e ka klimën, e ka të natë mirat. Pamja kësaj feste në Ulqin na dha një vizion të qartë për verën që po afron, me plazhet e mbushura me turistë nga rajoni dhe atmosfera gjallëruese që mbizotron çdo herë gjatë verës.